Kosova aktualisht është në pritje të formimit të institucioneve të reja, të cilat padyshim do të kenë para vetes edhe çështjen e dialogut me Serbinë, e sipas ambasadorit Bosh, përmirësimi i marrëdhënieve me Serbinë do të jetë sfidë për cilin do që do të drejtojë ekzekutivin. Sfida kryesore për një qeveri të re, cila do qoftë ajo, që ende nuk e dim, sigurisht është përmirësimi i marrëdhënieve me Serbinë. Ky është problemi kryesor, të paktën në sytë të ndërkombëtarëve. Me qeverinë e re në Shtetet e Bashkuara, kjo është edhe më e rëndësishme sepse duket se qeveria e re në SBA do të jetë më miqësore ndaj Serbisë. Qeveria e re në SBA nuk duket e interesuar për demokracinë, por më shumë për liderët autoritarë, të cilët mund të bëjnë çfarë të duan dhe të injorojnë vullnetin e popullit, ashtu siç po ndodh në Serbi, në një mënyrë ekstreme, ku siç e dinë të gjithë, po ndodhin protesta dhe sigurisht qeveria nuk i intereson. Atyre ndoshta i intereson, por nuk reagojnë në mënyrë pozitive. Ky është një problem edhe për Kosovën, sepse nëse ata preferojnë regjimin si ai i Vučićit në Serbi, kjo do të jetë negative për Kosovën, thot ai. Por a e priti normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë derisa presidenti amerikan Donald Trump është në krye të Shtëpisë së Bardhë? Trump është plotësisht i paparashikueshëm. Një ditë thot diçka dhe ditën tjetër thot diçka krejtësisht ndryshe. Kohët që po vijnë nuk duken pozitive. Nëse do të ketë një marrëveshje me Serbisë dhe Kosovës nën presionin e kësaj administrate, kjo mund të jetë sërish negative për Kosovën, thot ai. Bosh ka folur edhe për masat e Bashkimit Evropian ndaj Kosovës, për të cilat thot se duhet të heqin menjëherë. Masat evropiane ndaj Kosovës duhet të hiqen menjëherë, sepse ato nuk është dashur të vendosin që në fillim. Nuk ka asnjë arsye për to. Arsyeja e pretenduar është mos zbatimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe, por Serbia nuk ka zbatuar asgjë. Pse duhet që ju të ndëshkoheni për këtë, dhe ata dëshirojnë që ju të bëni hapin e parë, dhe sigurisht Serbia nuk do të jap asgjë në këmbim. Prandaj Serbia duhet të bëjë disa hapa të para, pastaj ndoshta mund të bëni dhe ju, thot ai. Heqja e masave po e kërkojnë edhe vazhdimsi edhe krerët e institucioneve të Kosovës. Presidentja Vjosa Osmani tha të njëjtën se është koha që të largohen masat e padrejta, derisa kërkoi nga Bashkimi Evropian përgjigje të qartë karshi qasjes destabilizuese të Serbisë në rajon. E lidhur me situatën e sigurisë në rajon, ish ambasadori holandez thotë se trupat e KFOR-it janë njerëz zakonisht të rëndësishme. Në Bosnjë ekziston vetëm EUFOR-i, i cili nuk ka të njëjtin mandat si KFOR-i fatkeqësisht, sepse nëse EUFOR-i do të kishte të njëjtin mandat si KFOR-i, do të mund të bënte më shumë kundër Dodikut. Prandaj Kosova do të jetë shumë e kënaqur me praninë e KFOR-it, thot ish ambasadori holandez. Derisa përmend situatën në Serbi, ku presidenti serb Aleksandar Vučić po përballet me protesta masive, Bosh thot se ai mund të përpiqet të krijojë probleme diku tjetër në mënyrë që të shpërqendrojë vëmendjen nga ngjarjet në Beograd. Prandaj vigjilenca është shumë e rëndësishme, por edhe KFOR-i duket se është mjaft vigjilent, thot ish diplomati francez